Shikues të nderuar, asalamu alaikum. Po takohemi edhe këtë javë në këtë të dielën e parë dhe emisioni i parë në kuadër të muajit Ramazan, duke lutur Zotin që të keni pasur agjërim të lehtë dhe të pranuar të ditëve të kaluara dhe ditës së sotme. Po takohemi për të realizuar përmbledhjen e emisioneve që transmetuam gjatë javës në PIS TV. Praktikisja e mëkateve është çelësi i gjallërisë së zemrës, ishte kjo pjesa e dytë e kësaj teme që trajtoi Hoxha Enes Goga në kuadër të emisionit Çelësat e mirësisë. Ndërkaq Hoxha Enis Rama ka vazhduar edhe këtë të hënë, pra të hënën e kaluar, se trajtuari temën për Ramazanin. Ai tha se çdo vepër që bën besimtari duhet ta bëj vetëm për Allahun, sepse është Allahu ai i cili shpërblen. Të ndjekim tani dy përmbledhje të para në kuadër të kolazhit të sotëm. Imam Ghazaliu i përmend disa shkaqe që e atakojnë zemrën dhe zemra smuhet prej xhelozisë dhe Allahu na ruajt, është shumë keq njeriu me qenë xheloz, me qenë ziliqar, me qenë zemërzi. Shkaku i parë, Ghazaliu thot, zakonisht urrejtja dhe armiqësia determinojnë xhelozin. Nëse një person për një person tjetër ka urrejtje dhe ka armiqësi, atëherë urrejtja dhe armiqësia determinojnë xhelozin. Dhe kjo është xhelozia më e rënda dhe më e keqe, waliyadhu billah. Allahu na ruaj ya Rabbi dhe na i pastroft zemrat tona dhe shpirtat ton prej këtij lloji të xhelozisë. Shkaku i dytë i cili sjell xhelozin është kur një person mund të tregohet xheloz ndaj personit tjetër nëse personi tjetër e ka tejkalu, është më i suksesshëm, është më fitimtar, ka arrit shumë. Shpesh herë kjo ndjenje e mbjell xhelozin. Shkaku i tretë, Imam Ghazaliu thot, ndodh që mendjemadhësia tjetë determinues i xhelozisë. Shkaku i katërt është vetkënaqësia. Disa njerëz kanë vetkënaqësi dhe mburje të tepruar. Një shkak tjetër thot Imam Ghazaliu, ndodh që xhelozia të vjen si rezultat i frigës kur ti ke frikë mos pe e humb një shok, një mik dhe e xhelozon. Apo ato çka e dashuron. Shpesh herë njeriu tregohet xheloz nga frika mos po e humb ato që e don dhe e shpreh xhelozin. Fjala vjen, xhelozia ndodh mes burrit dhe gruas, se gruaja apo burri anasjelltas e dojnë shoqin shumë dhe nga frika mos po e humb shprehet xhelozia. Dhe një shkak tjetër e përmend Imam Ghazaliu, thot dashuria për famë, dashuria për më uduk, dashuria për me dalë në skenë, dashuria për karrierë e ngjall xhelozin. Këto janë shkaqet të cilat waliyadhu billah mund të determinojnë xhelozin. Një ilaç tjetër i cili është shumë efektiv për zemrat e smuta, për ato zemrat e ngurta dhe zemrat e forta, çfarë do lloj smundje që e atakon dhe e prek zemrën, është padyshim me prezantu në varime, me përcjell gjenazën, me i vizitu varezat, është ilaç efektiv, dhe mundësisht me prezantu kur ndonjë njeri është në prag të vdekjes, është duke jep shpirt, është shumë ilaç efektiv. Imam Qurtubiu thot, nuk ka ilaç më efektiv për ata që i kanë zemrat e ngurta, për ata që i kanë zemrat siguri, se sa këta njerëz me e bon njënën pej tri punëve. E para, me prezentu në tubime, në mejlise, ku ka ligjerata islame, ku ka vaz, ku përmendet Allahu, ku përmendet xheneti, ku përmendet xhehenemi, ku njerëzit inkurajohen dhe kërcënohen me ajetet dhe me hadithet. Puna dytë, ilaç efektiv për njerëzit që i kanë zemrat e forta siguri, është me kujtu vdekjen, thot Imam Qurtubiu. Dhe e treta, me shku dhe me marr pjesë në gjenaze, ose me marr pjesë
tek ai njeri I cili është në agoninë e vdekjes. Kur e sheh një njeri I cili është I shtrirë në shtratin e vdekjes dhe e sheh këtë njeri se është duke e prekur vdekjen dhe po takohet me vdekjen, vallahi, nëse ke pak iman në zemër, nëse ke pak dashuri në Allahun dhul xhelal, nëse I bindur në madhinë e Allahut, nëse I bindur se ke me dal Allahut, vallahi zemra jote ka më ndryshu, gjendja jote ka më ndryshu pa dyshim. Allah I manuar thot, agjerimi është për mua dhe unë, Allahu, shpërblej për te. Mirë, e vepra tjera që ne I krymë, për kanë ato? Për Allahu. Mirë, e vepra tjera që ne I bëjmë, kush na shpërblen për to? Allahu. Atëherë çfarë kuptimi ka të veçohet në këtë rast vetëm agjerimi? Në qoftë se vepra tjera edhe ato I bëjmë për Allahun, edhe ato janë të Allahut dhe për Allahun, dhe edhe për tjerat Allahu shpërblen. Atëherë çfarë kuptimi ka këtu që të veçohet vetëm agjerimi? E të thuhet për te se ai është për mua. E namazi o Zotë nuk është për tyja. Mirë, a nuk është Zoti jon, edhe lëmosha dhe haxhi dhe obligimet e nuk janë për tyja. Janë të gjitha janë për Allahun. Allah dhëtë kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, adhurimi, sakrifica ime, jeta ime, vdekja ime, të gjitha këto janë për Zotin e gjithësisë. I cili është një I vetëm, nuk ka shak. Të gjitha duhet të jenë për Allahun. Të gjitha duhet të jenë për hir të Tij. Të gjitha duhet të bëhen në emër të besimit në te. Të gjitha duhet të bëhen duke llogarit dhe shpresuar në shpërblimin e Tij. Një vepër që kryen musliman, po s'e mërmëra që Allah është problem. Wallahi ky nuk është mirë me bota. Nuk është mirë me bota. Çuçi bën një punë dhe s'e mërmëra që Allah e pagun. Vallahi po bëj po s'di çka bëhet. Zia, këna mund gjallë në era, s'këna mund gjallë nuk e di. Po gjinojnë se ç'është në absurd. Jo vallahi. Nëse agjeron e nuk beson se ki mu shpërbly në xhenet nesër, agjerimin e ki problem vallahi. E ki problem agjerimin. Andaj ne agjerojmë, pse agjerojmë ne? Pse Allahu na ka bë obligim? Kush na ka ngarkuar obligim? Allahu. Andaj ne besojmë në Allahun dhe si rezultati besimit tonë në Allahun ne I nështrojmë këtij urme. Ishte një pyetje do të thotë lidhe me hadithin që e cekën për agjerimin, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se kush nuk I lën punë tek këqija, fjalë tek këqija e kështu me radhë, atëherë agjerimi I tij mund të zbehet në masë të madhe. Çfarë komente mund të japim për veshjen, do të thotë jo të mirë, jo të hishme të disa femrave, të cilat njëtën kohë dhe agjerojnë. Çfarë mund të jemi për agjerimet tyne? Veshja përmes të cilës zbulohet edhe një pjesë e trupit të femrës, nuk bën më u zbulu, është e keqe, e ndaluar. E mos flasim për ato që është provokative, tërheqse për të tjerët në rrugë. Kjo është edhe më haram në veti. Sikur s'është me veshën ngosht, të I dukshëm, shkort, kjo këtu është haram. Edhe çdo pjesë e trupit që shfaqet para të tjerëve, para syve të tjerëve, e që ka qenë e ndaluar të shfaqet, ta din se çdo sy që ka prekën te duke shikuar, ka lënë shenjën të që të prek nesër zjarmi I xhenemit, Allah na ruaj që nuk pendohet. Pa marrë për çfarë qëllime bën. Po unë nuk po dal me provoku, nuk pyet qëllime. Ke dal, ky është dënimi. Nëse nuk pendohesh, Allahu na ruaj. Por agjerimi çka bën? Agjerimi është obligim në vete. Ti pe bën një gjuna dhe në anën tjetër pe kryen një obligim. Nesër vendoset të peshoj matën. Në qoftë se agjerimi është I krym që duhet, do mos do, ka me të eduku edhe që shmu vesh. Në qoftë se krym agjerimin që duhet. Prandaj unë nuk them larg asaj që themi se kush do të më agjeru le të mlohet. Po nëse mos agjeron, jo vallahi s'them kështu. Jo agjeroni, agjera. Belespakuni punë të harit krye, një punë mirë krye. A mirë është një punë e mirë për s'ka një të keqës, se një e keqe vetë e për s'ka një e keqe tjetër e as një e mirë.
Ka shma dhe ma keq. Mirë po mundohu, thash, mundohu, që përmes agjerimit ta përmirësosh gjendjen tënde. Andaj, ti ke në konflikt dy gjëra. Agjerimi është në konflikt me veshën tënde. Mos leja që veshja me adopsu agjerimin. Lijo, por bëne që agjerimi ta adopson veshjen, që të veshësh më mirë se që duhet. Rreth nevojës së shoqërive për Islamin foli Hoxh Talha Kurtishi në emisionin Shekulli i Besimit. Ky emision vjen çdo të martë prej orës 19. Të ndjekim tani përmbledhjen nga ky emision. Thotë një anketë është zhvilluar lidhur me kuptimin e qëllimit të jetës. Nga shumë njerëz që janë anketuar, vetëm 20% ka thonë unë qartë e di se cili është qëllimi im në jetë. Shka do me thonë kjo? Ne nuk him me analizu cili ka qenë qëllimi i jetës e tyre. Fakti është se vetëm 20%, 1/5 prej krejt e anketuarve e kanë ditur se unë e di qartë se cili është qëllimi im në jetë. Me siguri e din qartë qëllimin e tyre në jetë. Dhe sa përgjithë tjera janë kështu. 16% mendojnë se e din qëllimin e jetës, por nuk janë sigurt. Mendojnë se e dim qëllimin e jetës, por nuk janë sigurt. 19% nuk janë plotësisht të sigurt. 80% nuk e din, por shprehin dëshirë që ta mësojnë se cili është qëllimi i jetës së tyre, dhe 6% nuk e din dhe nuk shprehin dëshirë që ta mësojnë se cili është qëllimi i jetës së tyre. Do të thonë se njerëzit nuk flasin për qëllimet e tyre. Problemi është se nga 100% vetëm 20% e din qëllimin e tyre në jetë, edhe e din se si qartë e din se cili është qëllimi i tyre në jetë. Mund të me qenë qëllim i gabuar, derisa të kthehen përsëri tek ajo se ne si besimtar duhet me punu te kjo dituri, e cila u mundëson njerëzve ta kuptojnë se cili është qëllimi i jetës së tyre. Jo vetëm të kuptojnë se kanë nevojë për qëllim në jetë, i cili i lëviz, i drejton drejt atij qëllimit, por edhe ta dinë se cili është sakt qëllimi i jetës së tyre, e ne siç thamë si besimtarë dimë të jemi të nënshtruar te Allahu subhanahu wa taala. Thot me siguri se pjesë në këtë ignorancë ka edhe mos angazhimi njerëzve në pasuri me dituri të dobishme, që i bën njerëzit më të aftë të ballafaqohen me sfidat e jetës dhe të jetojnë një jetë të mirëfillt. Domethënë kjo është sigurisht se Islami kur na thret ta zbulojmë apo ta besojmë qëllimin e jetës dhe ta kemi parasysh, na thret edhe në pasuri me dituri dhe njohuri që e ndihmojnë që ky besim, ky parim, ky qëllim i jetës që të jetë vazhdimisht me neve, jo të humbet për një kohë të gjatë, pastaj të na kujtohet se ne jemi robër të Allahu subhanahu wa taala. Prej pasojave negative që i ka shirku në shoqëri, është se njerëzit zgjedhin model të jetës, të cilët pastaj ndeshen njëri me tjetrit. Domthonë idhulli që ai e ka zgjedhur, i tregon një model të jetës apo të jetesës që duhet ta ndjek. Edhe kur ka shumë modele që kundërshtojnë njëri me tjetrin, atëherë kjo me siguri se ka me shkaktu problem dhe ballafaqim. Shembulli i mjaftueshëm është ballafaqimi dhe konflikti i heshtur mes kapitalizmit dhe socializmit. Kapitalizmi është një ideologji, dhe socializmi që mes vete një kohë të gjatë ishin, domethënë, një konflikt të heshtur, bëheshin edhe përgatitje ushtarake për ballafaqim njëri me tjetrin, por ishte shkak për një frikë të gjatë, sepse ishte domethënë me parashikime apokaliptike, domethënë se bota do të shkatërrohet nëse ndodh lufta nukleare. Sot gjithashtu kemi shumë modele të jetës që nuk bashkëjetojnë njëra me tjetrën. Në perëndim jemi dëshmitar të rritjes së nacionalizmit dhe shovinizmit. Përballë lëvizje e majtësisë që promovojnë idenë e bashkëjetesës dhe tolerancës. Ato në disa raste aq fuqishëm ballafaqohen saqë janë probleme për shoqërinë. Pse? Sepse dikush e ka një sistem të jetës që është bazën e ka në largim prej besimit të pastër dhe pastaj ato ndeshen edhe ballafaqohen njëra me tjetrën. Me siguri se një shoqëri ku njerëzit e kanë një sistem të jetës, e kanë një qëllim, një ideal, edhe mënyra e jetesës është e përbashkët edhe ajo shoqëri brenda asaj janë minimizuar mundësitë për konflikt dhe për probleme. Rasti i Breivikut është një shembull se si një bindje e gabuar ka mundësi të ketë një impakt apo një ndikim shoqëror në formë të krimit. Kjo është ajo që për shkak se ai në psikën e tij është bindur se muslimanët janë rrezik edhe bota perëndimore është e rrezikuar, dhe tani unë duhet të zgjoj këtë me një krim që ta kuptojnë se sa i madh është rreziku i multikulturalizmit apo bashkëjetesës që e kanë provuar qeveritë majtiste.
Vazhdojmë të qëndrojmë edhe më tej në ditën e martë. Me Hoxhën Alaudin Abazi folëm dhe trajtuam pyetjet e shikuesve tanë të dërguar në pyetje@csiviz.com. Kësa herë shkëputëm 2 përgjigje edhe njëra prej tyre është që ka të bëjë me Ramazanin. Normalisht që gjatë gjithë javës kemi pasur pyetje që më së shumti kanë pasur për temë agjërimin e muajit të Ramazanit. Ndërkaq me Hoxhën Ahmed Kalaja u trajtua tema pse namazi, kjo temë që erdhi në kuadër të emisionit Eko. Tani pasojnë 2 përmbledhje të radhës. Vërtet ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një hadith shumë i vlefshëm dhe është një hadith që tregon për vlerën e agjërimit kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot li saimi farhatan, që agjëruesi ka 2 shpërblime. Farhatun inda fitrih, gëzimi gjatë iftarit të tij dhe gëzimi inda liqa'i rabbih kur ta takon krijuesin e tij. Pra këto janë ato gëzime me të cilat ballafaqohet apo i përjeton besimtari gjatë kohës kur e aplikon agjërimin në përgjithësi. Dhe është shumë interesant, është urtësi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që përmendet vetëm agjërimi, nuk përmendet vetëm agjërimi Ramazanit, po është agjërimi në formë të përgjithshme, pra pavarësisht a është Ramazan apo jashtë Ramazanit. Në lidhje me përgëzimin e parë është thuhet para iftarit të tij dhe janë për qëllim 2 sende. E para kur besimtari mas një lodhjeje që ka agjëruar gjatë tërë ditës duke u larguar nga ushqimi dhe pija, ulet para iftarit, para sofrës edhe fillon do thot me ngrën, është një lloj gëzimi për arsye se tash po i plotson ato nevoja të cilat e ka ndaluar veten e tij gjatë kohës kur ka qenë ditën dhe është një gëzim. Dhe gëzimi tjetër është në këtë rast, do thot gjatë iftarit, është edhe ajo se besimtari vërtet po e plotson një adhurim ndaj Allahut të Madhërisëm dhe me këtë peçon vend këtë agjërim dhe po i gëzohet suksesit dhe këtë e vrem secilin nga ne që kur jemi në momentin e iftarit e ndim në veten ton atë ndjenjen e lumturisë dhe të gëzimit se e kemi qenë në vend një urdhër të Allahut të Madhërisëm dhe ndihemi të begatuar se Allahu i plotfuqishëm na e ka mundsuar dhe jemi nga ata të cilët e kemi zbatuar një urdhër të Allahut të Madhërisëm ashtu si duhet. Ky është gëzimi i parë. Gëzimi i dytë është gjatë takimit me Zotin e tij. Nuk ka dyshim se sipas ehli sunetit besimtarët pasi që shkojnë në xhenet do ta shohin robin, do ta shohin krijuesin e tyre, Allahun e plotfuqishëm. Por qëllimi i hadithit është inda liqa'i rabbih, është për qëllim kur besimtarët e takojnë Zotin e tyre, pra është për qëllim dita e gjykimit kur njerëzit dalin para krijuesit të tyre dhe japin llogarin. Pra japin llogarin për ato vepra të cilat i kanë bërë në përgjithësi. Dhe në këto momente agjëruesit apo ata njerëz që e kanë shpeshtuar agjërimin dhe kanë agjëruar gjatë jetës së kësaj bote, kur dalin para Zotit të Madhërisëm dhe e shohin se sa shpërblime kanë fituar dhe sa është rritur, do thotë është shumë fishuar vlera e këtij adhurimi, pra adhurimit të agjërimit të cilën e kanë bërë gjatë jetës së kësaj bote, atëherë do të gëzohen shumë dhe ky është për qëllim gëzimi. Mirë po, ndoshta nga pyetja me sa po kuptoj është për qëllim nëse njeriu e han një ushqim të cilën nuk ka mundësi me mbajt me një dorë. Sikur që mund të jetë hamburgeri apo lloj të ushqimeve që patjetër duhet me ndihmu, do thotë edhe dorën e majt për me mbajt atë. Nëse është për qëllim kjo dhe nuk ka mundësi që ai ushqim të hahet vetëm me njërin dorë dhe e ndihmon ti dorën e majt, atëherë ti në fakt nuk e ngrën me dorën e majt. Për arsye se prioritet edhe në futjen e kafshatës, e gjitha këto duhet ketë dora e djathtë. Po nëse ti ndihmohesh për me mbajt ushqimin në dorën e majt, atëherë në këtë nuk ka ndalesë për arsye se ti në fakt nuk e ngrën me dorën e majt, por vetëm e ke ndihmu me mbajt ushqimin në dorën e majt. Zoti dhe mësmiri. Madje njeriu domethënë gjatë kësaj kohe që nuk i ka mësuar ato shprehjet, formulat, mund të mësoj, si më thon, lëvizjet, të fitoj instiktin e lëvizjes. Dhe gjatë kohës që fiton instiktin e lëvizjes, mënyrën se si qëndron këmbë, mënyrën se si përkulet, mënyrën se si bie me ballin në tokë, pranë sejdë, gjatë kësaj kohe një kohësisht fillon edhe
një shprehje, 2 shprehje, 3 shprehje derisa ta plotësoj, domethënë. Pa nuk është e domosdoshme, përderisa njeriu nuk e din, përderisa njeriu nuk ka aftësinë të memorizojë për shembull, unë di një rast për shembull që është falur 6 muaj pa El Fatihan. Nuk e mëson dot. S'përbën problem, ama është falur. Dhe ai shkruhet tek Zoti se është për atyre që është falur. Qëllimin e ka pasur qëllimi i tij ishte që të falet. Ne mund të themi madje në raste të tilla më fal, mund të jetë njëri më i përkushtuar se dikush që e din. Është më, domethënë, është më i ndrojtur se thotë prit se unë nuk e di edhe mundohet ta vlerësoj ashtu siç duhet, sesa dikush që e ka mësuar dhe ndoshta i është bërë si rotinë. Ne natyrshëm këtu ju mund të bëni dhe një mësim të shkurtër didaktik, siç po e bëni faktikisht për atë që është në hapat e parë ose do të futet dhe nguron. Pra çfarë të ketë parasysh në fillim? Ketë parasysh këtë, pra që ta filloj faljen. Ta filloj në çdo lloj gjendje që është. Në çdo lloj gjendje që është. Duke pasur parasysh që ato që falen po kanë qenë si ai. Normalisht. Unë më mend për shembull kur kam shkuar për herë të parë në xhami, unë mendoja se të gjithë njerëzit më shohin mua. Ndërkohë që kur vjen sot një njeri në xhami, askush se ka mendjen ta shohë atë se çfarë vepron. Është dhe ky kompleks njerëzor, me të vërtetë, sepse njerëzit mendojnë që po të shkojë aty gjithë do të është mirë të shoqërohesh me dikë. Sepse mund të jetë njëri i ndrojtur, ke parasysh në momentin që shoqërohet me dikë, edhe shillohet për shembull që në hapat e parë të jetë më tepër i prirur që të jetë në xhami, që ta ndjejë dhe atmosferën e një falje kolektive komplet. Edhe fitoj instiktin, është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Ka njerëz për shembull që mund të diun dikë, do të thonë që është falur për një kohë të gjatë, mirë po nuk binte në ruku. Rrinte në këmbë, binte në sejdë, çohej, jo 2 herë sejdën, për një kohë të gjatë. Do të thonë mungesa e tij nga xhamia për të parë se si kryhet falja, e ka bërë atë që një kohë gjatë. Inshallah Zoti e ka planuar se qëllimi i tij ka qenë i mirë, mirë po themi që me ardhjen në xhami njeriu edhe e thyen, domethënë. Tek namazi shikohet edhe një fenomen, fenomeni i bashkimit të njerëzve. Ka urtësi në çdo ritual, në çdo element rituali, ku e ka urtësinë kur njerëzit bashkohen edhe falen së bashku? Gjithmonë Islami i ka mëshuar faktit se njerëzit janë të barabartë tek Zoti. Mbreti, populli i thjesht, udhëheqësi, ai që udhëhiqet, intelektuali, ai që nuk është i asaj fushë, njeriu i thjesht, fshatari. Domethënë, të gjithë janë barabartë përpara Zotit. I shkurti, i gjati, i pasuri, i varfri. Gjithë tek Zoti janë të barabartë. Për këtë arsye vendosin gjithë në një rresht. Për këtë arsye në Islam për shembull nuk ka që rreshti i parë është për udhëheqësit, rreshti s'ka lidhje. Kush vjen i pari, sot këtu është falur një besimtar i thjesht, nesër në të njëjtën vend falet një pushtetar, një udhëheqës, në të njëjtën vend pas nesër falet një intelektual, nuk ka lidhje, nuk ka pronë. Nuk ka përparësi tek Zoti, askush përpara dikujt tjetër. Pra ky është dimensioni. Raporti i njerëzve me Zotin është një raport i fshehur që nuk e zbulon dhe nuk e din askush tjetër përveç Zotit. Njerëzit përpara Zotit janë të barabartë të gjithë. Për këtë arsye Islami ka orientuar që njerëzit të vendosen në një stad. Dhe ai që është më i dashur i Zotit le ta meritojë me përkushtimin ndaj Zotit. Ka pas raste që profeti ka qenë, babai ka qenë profet dhe biri ka qenë jo besimtar. Ka pas raste që djali ka qenë profet dhe jati i tij ka qenë jo besimtar, nuk ka lidhje. Se çka lejohet në niqa, tregoi Hoxh Muhamet Dërmaku në emisionin Kam një problem. Ai tha se duhet të merret parasysh tradita e një vendi, sepse ndonjëherë fejesa dhe niqahu në pranitë të dëshmitarëve nga jati vajzës nuk nënkuptohet si martesë e plotë. Sa të shumta janë raste kur ai thot nuk më ka pyetur, ka shkuar në atë vend, nuk ka marrë mendimin tim, nuk ka kërkuar prej meje leje e tjera, ndërkohë ky për të marrë lejen prej tij duhet të jetë furnizues. Babai i vajzës ende është furnizues i saj. Ai kujdeset për rrobat e saj. Ai kujdeset për veshmbatjen e saj. Ai kujdeset për ushqimin e saj dhe vendbanimin e saj. Andaj është e drejtë që ai të kujdeset edhe për lirin apo kufizimin e lirisë së saj në lëvizje dhe gjërat e tjera. Pra të gjitha këto duhet të merren parasysh dhe të analizohen hollësisht. Në rast se këto i marrim parasysh,
dhe e mendojmë se këta janë të ekspozuar për ndarje, për prishje, sepse shejtani urri afër njëri tjetrit që të prishin. Atëherë, ky djalë i cili ka qëndruar me këtë vajzë dhe ka përdorur të gjitha të drejtat e tij, ka shfrytzuar të gjitha të drejtat e tij. Pra, e ka trajtuar dhe ka njëtuar tamam si bashkëshort. Në rast të ndarjes, a do të thuhet se e ka shkurorzuar gruan e tij? Sipas sheriatit do të thuhet kështu sepse këta kanë pas niqah. Apo a do të thonë këta se është prishur me atë të fejuarën e vet. Dhe statusi i kësaj vajze të shkret të respektuar shikues cili është? A do të vjen dikush do ta kërkoj këtë si femër e cila ka dështuar në fejesën e saj e që nuk është kurfar behane, kurfar emete në mentalitetin e popullit ton, thjesht e fejuara mund të jetë prishur me dikë dhe sepse ka qenë vetëm premtim, vetëm fjalë. Apo do të thotë dikush se do të shkojmë ta kërkojmë atë të vejen e filanit? Varet pra, gjithë këto varen dhe ajo mbetet shpeshherë me status të pa status. As nuk do t'i thuhet e shfejuar, as e shkurorzuar. Pra, t'i thuhet vetëm se është prishur fejesa, jo, ajo ka prishur edhe diçka më tepër. T'i thuhet se e ka prishur kurorën, martesën, dikush mund të thotë po ajo ende akoma nuk është martuar. Dhe këto dilema që ngrihen shpesh janë patjetër dilema të arsyeshme që sheriati islam, që dietarët islam kur e japin një fatva të kenë parasysh të gjitha këto rrethana dhe rrjedhimisht nga kjo të japin edhe verdiktin islam se lejohet të shfrytëzohen të gjitha të drejtat apo jo. Të respektuar shikues, shumë dietar bashkëkohor ndonse e preferojnë me domos për një çift i cili nuk mund të duroj pa u takuar, pa biseduar në telefon, pa këmbyer letra, mesazhe e tjera, është më mirë që këta ta shpejtojnë kurorëzimin. Por gjatë kurorëzimit mos t'i shfrytëzojnë të gjitha të drejtat e tyre derisa të ndodhë martesa e plotë. Dhe kjo pse duhet të ndodhë kështu? Në mënyrë që statusi i tyre të jetë i qartë kur janë të fejuar dhe kur janë të martuar. Madje këta dietar e thonë se niqahu, akti i kurorëzimit mund të bëhet disa javë para martesës, jo më tepër. Dhe nëse një çift bashkëshortor ose një çift i të fejuar nuk arrin të durojnë njëri patjetrin, atëherë ata janë më të gatshëm për martesë. Nëse i kanë kushtet, atëherë le të martohen. Nëse nuk i kanë kushtet, atëherë mos mundohen që të shfrytëzojnë të gjitha të drejtat që i kanë bashkëshortët njëri ndaj tjetrit dhe obligimet po ashtu. Në rast se këta dy nuk i kanë kushtet për të martuar, mos të krijojnë statusin e mesit. Pra të bëhen niqah dhe niqahu i tyre të zgjatë me kohë, ndoshta shumë muaj, ndoshta edhe vite, derisa ndoshta ekspozohen për ndarje dhe prishje disa herë dhe prishja e tyre në këtë rast do të konsistonte në prishjen e rendit shoqëror, sepse kjo vajzë tashmë as nuk është e shkurorzuar e as gjë tjetër. Të nderuar miq, po shoqëroni me kolazhin javor, ndërkaq ne kalojmë me dy përmbledhje të radhës që vijnë nga dita e 8. Për rrezikun e kundërshtimit të profetit Muhammed alayhi salam foli Agim Bekiri në emisionin Obligimet e besimtarit ndaj të dërguarit të fundit. Ai foli gjithashtu dhe përmendi pasojat në këtë botë dhe në botën tjetër nëse kundërshtohet Muhamedi alayhi salam. Hoxh Sadullah Bajrami vazhdoi me trajtimin e temës që flet për veprat shpëtimtare në ditën e gjykimit. Kjo temë normalisht erdhi në kuadër të emisionit Rrugët e shpëtimit nga tmerrët e ditës së gjykimit. Kundërshtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
është një rrezik i madh. Kundërshtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shkakton pasoja të dëmshme për njeriun, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Do të përmendim disa prej fjalëve të Allahut të madhruar që hedhin dritë mbi këtë të vërtetë. Do të thonë se kundërshtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një rrezik i madh. Thot Allahu subhanahu wa taala: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Le të kenë kujdes, thot Allahu subhanahu wa taala, ata të cilët kundërshtojnë urdhnin e tij. Le të kenë kujdes. Le të ruhen që të mos i godet ndonjë sprov, ndonjë fitne, ose të mos i godet ndonjë dënim i dhëmshëm. Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet kuranor na porosit që të ruhemi dhe të mos e kundërshtojmë urdhërin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se përndryshe, ata të cilët kundërshtojnë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, rreziku i madh ekziston që ata të sprovohen. A thua vallë me çka mund të sprovohen ata të cilët e kundërshtojnë pejgamberin e Allahut subhanahu wa taala? Ka mundësi që të sprovohet me mosbesim. Ka mundësi që të sprovohet me hipokrizi. Ka mundësi që të sprovohet me devijim në kuptimin e fesë. Ajo në të cilën thrasin thret shejtani, djalli, është e keqe dhe është e dëmshme për njeriu si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar një kujdes të madh për të ndryshuar rrugën e vërtetë. Siç thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Thot Allahu e porosit pejgamberin që thot njerëzve: "Wa anna hadha sirati mustaqiman." Kjo është rruga ime e drejtë. Fattabi'u, ndiqeni këtë rrugë dhe mos i ndiqni rrugët tjera, të cilat ju largojnë nga e vërteta. Thot Allah: "Dhalikum wassakum bihi." Në këtë ju porosit Allahu subhanahu wa taala. Kjo është porosia që Allahu subhanahu wa taala u jep njerëzve nëpërmjet të dërguarit të tij, të fundit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot: "Dhalikum wassakum bihi." Kjo është porosia me cilën ju porosit Allahu azza wa jall. Kjo është thirrja, kjo është sqarimi, kjo është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me cilën Allahu ju porosit. La'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm, në mënyrë që të ruheni nga e keqja dhe të shpëtoni nga e keqja dhe të fitoni duke ndjekur rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët nuk ndjekin këtë rrugë, ata të cilët as në besimin e tyre, as në sjelljen e tyre, as në pamjen e tyre, as në brendinë e tyre, as në, si thuhet, në përmbajtje dhe në formë nuk ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata nuk janë prej i tharëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na transmeton me një transmetim Abdurrahman ibn Abi Uqayl, i cili thot: erdhëm te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tham: apo njëri nga ne i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulullah, përse nuk i lutë Allahut që Allahu të jep sundim siç i dha Sulejmanit alayhis salam. Dëgjoni përgjigjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u buzëqesh dhe tha:
nga e dini, ndoshta Allahu Azza wa Jall më ka dhënë diçka më të mirë se sa vëllau im Sulejmani. Pra ki njeri e parashtroi pyetjen dhe i tha: Ja Rasulullah, përse nuk ju lutë Allahut Azza wa Jall që Allahu të jep sundim siç i dha Sulejmanit alayhis salam? U bosqesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pastaj tha: Ndoshta Allahu Azza wa Jall më ka dhuru diçka që është ma me famë, ma me vlerë, se sa sundimi i Sulejmanit a.s. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahu Azza wa Jall çdo pejgamberit ja dha nga një lutje. Disa nga ato, si kur vëllau in Sulejmani e shfrytëzoi lutjen e tij në dunja, u lut dhe Allahu Azza wa Jall ja pranoi lutjen e tij. E disa të tjerë u lutën kundra popullit të tyre, pasi që përgënjeshtruan pejgamberët dhe dënimi Allahut i kaploi popullin e tyre. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ndërsa lutja ime që është më dhuru e kam sheh dhe e kam rezervu dhe e kam rujt, për ditën e gjykimit, ndërsa lutja e cila mu ka dhuru mu e kam rezervu për umetin tim që të përfitoj ndërmjetësimin në ditën e gjykimit. Omer ibn Khattabi radiallahu an, ai që pat përmbush zemrën e tij për plot frikë, u maskua një ditë dhe dul nga shtëpia e tij, që të bën hetimet dhe të shiqon se a ka ndonjë ankesë në qeverinë e tij. U maskua Omer ibn Khattabi dhe kalon pra një plake dhe ndalet pran asaj plake dhe i thot: oj plak, oj loke, a je e kënaqur me qeverisjen e Omer ibn Khattabit, apo ke ndonjë kritik dhe ndonjë ankesë? Plaka nuk e njifte Omer ibn Khattabin dhe i tha: jo valla, nuk jam e kënaqur. Tha: pse i plak nuk je e kënaqur? Tha: nga se Omeri, që sa vite asnjë dirhem dhe asnjë dinar nuk na i ka dhënë. U mbrengos fort Omer ibn Khattabi dhe i tha: oj plak, sa ma shet pa drejtsin e Omerit që ta ka bën, nga se unë kam frikë për Omerin, zjarin e xhenemit. Kjo loke i tha: largo mu dhe mos ban hajgare me mu. Tha: vërtet, tha, unë dua ta blej pa drejtsin që e ka bën Omerin ndaj teje, nga se unë jam i dhimbshëm për Omerin dhe kam frikë zjarin e xhenemit. Plaka i tha: 25 dinar. Omer ibn Khattabi i nxjori 25 dinar, ja dha plakës dhe tha: a je e kënaqur me qeverisjen e Omerit tash? Tha: vallahi jam e kënaqur. Ja pra arritën di shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib dhe Abdullah ibn Mesudi, ku Omer ibn Khattabi zhvillonte këtë bisedë me këtë plak të raskapitur. Erdh Ali ibn Abi Talibi dhe Abdullah ibn Mesudi përshëndetën Omerin, e njoftën Omerin, e përqafuan, kur ndëgjoj plaka se pran asaj ishte Omeri, e kapi kokën dhe tha: vaj halli për meje.
Atëherë tha Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala an, tha dëshmoni në ditën e gjykimit se Omeri pa drejtsin e ti e ka ble me 25 dinar. Pra Omeri i lajti pa drejtsit. Omeri i pagujti pa drejtsit para se të takohet me Allahun Azza wa Jall. Vazhdojmë tutje, miq të nderuar, kalojmë tek emisioni çfarë i përket një të penduari. Me Hoxhën Sedat Islami trajtuam temën që ka të bëjë me mëshirën e madhe të Allahut ndaj të penduarve. Ndërkaq që vlera e muajit Ramazan është e veçantë për besimtarët, në të arrihen shpërblime jashtëzakonisht të mëdha, tha Hoxha Enis Rama në emisionin Rruga drejt Allahut. Mëshira e Allahut xhallahu ala manifestohet në forma të ndryshme. Në radhë të parë, Allahu xhallahu ala tregon se ka një dashuri të madhe ndaj atyre të cilët pendohen. Sigurisht e kemi dëgjuar me 10 ose 100 herë ajetin kuranor, inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Vërtet Allahu i do ata të cilët pendohen. Allahu i do ata të cilët pendohen. Do thotë çështja po diskutohet nga një këndvështrim tjetër. Allahu që nuk ka nevojë për ne, Allahu për të cilit ne varemi, për të cilin ne kemi nevojë, për të cilin kemi nevojë për çdo gjë. Do thotë jeta jon, çështjet tona, gjitha janë në varësi të plot prej Allahut xhallahu ala. Allahu po na don ne. Do thotë nuk është e rëndësishme në atë kuptimin se ne e duam Allahun, nga se nuk kemi në një farë forme ne jemi të varur, patjetër duhet ta duam atë. Po kur Allahu na do dhe ai nuk ka nevojë për ne, kjo nuk kupton se vërtet çështja do të thotë është shumë madhore. Allahu xhallahu ala i do të penduarit. Do të thotë është një mëshirë e theksuar prej Allahut xhallahu ala, është një element nxitës, një element që në një farë forme inspiron njeriu për t'u qasur pendimet, për t'u kthyer pendimet. Allahu xhallahu ala njeriu e do e mëshiron. Por në hadithet e Muhamedit alayhis salam, krahas këtij ajeti janë dhënë shpjegime të jetë interesante. Do të thotë që tregojnë se sa e madhe është dashuria e Allahut xhallahu ala për të penduarin dhe sa shumë e do Allahu xhallahu ala këtë tipart njeriu, do të thotë pendimin. Është koha, po në fakt është edhe tjetra, edhe jeta para vdekjes. Pra shfrytëzoje kohën e lirë para se të zihesh me punë. Dhe shfrytëzoje jetën, në këtë rast kohat e ne nuk kupton jetën, shfrytëzoje jetën para vdekjes sate. Nëse vdes dhe nuk je penduar, ndoshta e ke patur ndërmend pendohesh. E ke patur në agjend por për më vonë, atëherë kjo tek Allahu xhallahu ala nuk të vlen dhe nuk të bën dobi, përkundrazi do të jesh i dëshpëruar që në momentet kur ti del nga kjo botë, për arsye se Allahu ka përshkruar njerëzit që në momentet e fundit ndahen nga kjo botë, ka përshkruar me kërkesa të jetë interesante. Hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'mal salihan fima tarak. Kur njerëzit prej tyre ti vjen vdekja, do thot o Zot rabbi irji'un, o Zot kthem prap në botë, la'alli a'mal salihan fima tarak, që unë ta kompenzoj ndonjë të mirë të cilën nuk e kam bërë. Do thot humbja këtij elementi nën kupton humbje edhe të mundësisë për pendim. Dhe aspekt tjetër në cilin manifestohet, do të thotë çështja e padrejtësisë ndaj vetvetes, është se ne tham që Allahu xhallahu ala është vërtet i mëshirshëm me njeriu. Është i mëshirshëm. Por nëse njeriu me vetdijet plot, me vullnet, pa imponim, zgjedh rrugën e kundërshtimit, zgjedh rrugën e mëkatit, zgjedh rrugën e tiranisë, rrugën e pabesimit, e fejmohimit, atëherë kush është fajtor për këtë? Është sigurisht njeriu. Ky muaj do të thotë në kalendarin e njerëzimit shënon pajtimin mes tokës dhe qiellit vazhdimisht.
qiellin aludoj do të thotë se mbi qiell lart në errësira është Allahu xhallahu ala, mbi arshën e tij. Nëse njerëzit janë në tokë. Dhe përgjatë vitit njerëzit me veprat e tyre i kanë acaruar në vazhdimsi raport me Allahu xhallahu ala. Dhe ky acarim ka provokuar në vazhdimsi hidhrimin e Allahu xhallahu ala. Dhe ky hidhrim ka derdhur mbi ta dënime të ndryshme. Apo sa ka ky muaj? Apo sa ka ky muaj ka shënuar përmirësim të raporteve. Dhe ky përmirësim i raporteve kanë kuptuar jetën tokë. Kanë kuptuar mëshirën, kanë kuptuar furnizimin nga ana e Allahut azza xal. Prandaj në çdo muaj e ka nga një datë të caktuar historike në historinë e njerëzimit, Ramazani gjithmonë ka qenë muaj i pajtimit mes Allahut dhe krijesave. Kjo jo me iniciativën e krijesave, jo pse krijesat e kanë ndarë nga muajt e tjerë, e këtë muaj do të pajtojmë me Allahun. Jo. Por Allahu e ka ndarë këtë muaj të pajtohet me krijesat. Pranuan krijesat apo nuk pranuan? Dështën apo nuk dështën, ai do të pajtohet. Shikoj këtë mirësi kaq të madhe, i gjithfuqishëm, i panevojshëm për neve, thotë unë këtë muaj dua të artij dorën juve të pajtohem me ju. A ka guxim dikush ta refuzon këtë dorë? Andaj Kurani, Teurati, Zaburi, Injili, të gjitha librat e mëhershëm kanë zbritur në muajin Ramazan. Dhe kështu na ka përmend i dërguari sallallahu alajhi wasallam duke përmendur edhe ditët kur ka zbrit Teurati, në cilën ditë e Zaburi e Injili, derisa ka ardhur te Kurani dhe Kurani ka fol për vetën e tij gjithashtu inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Ne kemi zbrit kët në natën e Kadrit. Nata e Kadrit kur është? Muajin Ramazan. Allahu thot shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazan është një muaj në të cilin ka zbritur Kurani. Para na vjen një muaj i caktuar, sezon vjetor, apo dhe ti të bësh kontroll me një miliarder botnor, apo është më shumë i thjesht në raport me Allahun, po ta sillim sa për ta kuptuar. Dhe ai thot, ti në këtë muaj, je i gatshëm çfarë kërkojmë prej teje? Apo dhe un ke kërkesë dhe un të përgjigjem. Për shembull, ai kërkon prej teje thot, për shembull sot kërkesa ime është që ti të shkosh deri në këtë vend ta lëmësh këtë njerëz për një hall, për një kërkesë time. Po, unë po shkoj. Kërkesa e dytë është të më ndërtosh një shtëpi. Të ndërtosh shtëpinë. Kjo po një ditë. Ditën e dytë kërkoj Allah kët, edhe unë kërkoj kët. A ke llogari të hesh në marrëveshje me këtë njerëz? Po si jo. Sa mundi të kërkesa e njeriu të madhe? Shumë e kufizuar. Nëse kërkesat e tua mund të jenë shumë të mëdha, ai të garanton. Çka të kërkosh unë çaf. Ndërsa Allah nderuar tek Allah kemi më ndryshe. Kërkesat e Allah normal janë të kufizuara. Ai të tregon çfarë kërkon. Mos ke frikë. Që do të vijë diçka që nuk mund ta përballash. Ndërsa ti rob jam në raport me mua ke pa limit. Apo nga ana ime është e sqaruar dhe e kufizuar. Agjerimi. Nga ana jote garantoj e pa limit. Nuk mund të më sfidosh me kërkesat tua. Kërkoj çfarë duash. A nuk është një marrëveshje që duhet të shkuar më një herë? Po zot. Kjo është lirë e duas. Ai thot, ti përgjigj me mua, pastaj çoj durt. Ne përfundoj punën. Si do të ngritet hilafeti sipas metodës së Muhamedit alayhis salam dhe rëndësia e Shamit ishte një temë tjetër që u transmetua në kuadër të emisionit Shenjat e Kiametit që na e solli normalisht Hoxhi Ismail Bardhoshi. Një çështje tjetër e ngjashmërisë mes kohës sonë dhe kohës pejgamberit alayhis salam është edhe ekzistenca e hebrejve. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, hebrejt ndodheshin në Medinë dhe u bën pjesë e shtetit islam. Muhamedi alayhis salam kur themeloi shtetin në Medinë bën një pakt me xifutët, caktoi detyrat dhe të drejtat e tyre, sikurse që caktoi dhe detyrat dhe të drejtat e muslimanëve. Xifutët ekzistojnë në thuajse në zemrën e botës islame, janë vendosur në Palestinë dhe në këtë kuptim, në këtë mënyrë ata janë në mes të botës islame. Pritet që ose parashikohet, domethënë, megjithëse kjo nuk është e sigurt, Zoti e di se si do shkojnë punët, por mundet që të ketë ndonjë marrëveshje mes muslimanëve dhe mes xifutëve. Kjo gjë lejohet në kushte domosdoshmërie. Dhe jo vetëm kaq, por
Në qoftë se ngrihet shteti islam dhe shpresojmë që të bëhet sa më shpejt, lejohet që me çifutët dhe të krishterët bëhet marrëveshje duke konsideruar si rezident, si banor të shtetit islam, kundrejt pagimit të drejtave ndaj pagimit të detyrimeve ndaj shtetit islam dhe nështrimit ndaj pushtetit muslimanëve, dhe të tjera rregulla të cilat janë sqaruar në librat e fiqhut islam. Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ka thënë, ndërkohë që thotë ne ishim tek ai: Tuba lish-Sham, inna malaikata ar-Rahmani basitatun ajnihataha alayh. Mirësia e madhe për Shamin. Melajket e Allahut të lartësuar kanë shtrirë krahët e tyre për ruajtjen e banorëve të Shamit. Këtë hadith e shënon Tirmidhiu në Sunenin e tij. Salim ibn Abdullah transmeton nga Jati se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Se yakhruju alaykum fi akhir az-zaman narun min Hadramaut tahshuru an-nasa." Në kohën e fundit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të dalë një zjarr nga Hadramauti dhe ka për të tubuar njerëzit. Fa qulna fa ma ta'muruna ya Rasulullah, qala alaykum bish-Sham. Ne tham, për çfarë na urdhëroni i dërguari i Zotit? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, shkoni në Sham. Hadithin e ka shënuar Ahmedi në Musnedin e vet. Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inni ra'aytu كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع أمر به إلى الشام." Thot un pash në ëndër, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se shtylla e librit e Kur'anit u shkul nga poshtë jastekut tim dhe e ndoqa me sy. Ishte një dritë e ndritshme, shkëlqyese, e cila u vendos në Sham. Kjo simbolizon shtyllën e ummetit. Ummeti islam qendrën do ta ketë në Sham. Nga Shami merr fuqi ummeti, rikthehet krenaria e ummetit, rimëkëmbet ummeti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj në vazhdim të këtij hadithi thotë: "Ela innal imana idha waqa'atil fitanu bish-Sham." Kur të ndodhin trazirat, besimi do të jetë në Sham. Këtë hadith e shënon Tabarani në Mu'xhamin e Madh. Kalojmë tani në ditën e diel në emisionin Kuvendet e Urtësisë, diskutuan së bashku Hoxh Ekrem Avdiu dhe Muhamet Dermaku. Këta të dy folën për begatit e muajit Ramazan. Ata thanë se muaji Ramazan është muaj mëshirës, solidaritetit, i shpëtimit dhe i arritjes së shpërblimeve të mëdha. Çfarë të themi pos asaj që i dërguari sallallahu alaihi wasallam i tubonte shokët e tij kur afrohej Ramazani ose kur hynin në ditën e parë të Ramazanit, sikur nga ka ardhur në disa transmetime dhe u thoshte atyre: "Ka ardhur muaji i Ramazanit. Është muaj i begatshëm. Allahu ka bërë obligim që ditët e tij të agjërohen. Në të hapën dyert e xhennetit. Në të mbyllen dyert e xhehenemit. Në Ramazan lidhen, prangohen, pengohen së vepruari gjajt, shejtanët. Në të është një natë e cila ka vlerën më shumë se sa 1.000 muaj, më të madhe. Pastaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam pasi i numëron të këto begati, e thoshte një fjali ndoshta sikur edhe zemra e jon e hidhruar do ta thoshte në këtë mënyrë. E kush nuk arrin, kush privohet nga begatit e shumta të Ramazanit, let privohet, let thahet, let humb, sepse edhe Ramazani nëse një njeriu e sidomos një musliman, një besimtari, nuk i sjell mundësit e mëdha të përfitimeve për shëndetin e tij të besimit, për shëndetin e tij edhe të fizikut, por edhe të njëjtën kohë
për veprat e tij, të cilat do të jenë të mëdha vetëm në këtë botë e mos të flasim për botën tjetër, ahiret, atëherë vërtet i tillë do të ishte i privuar. Dhe do të veçonim pra këtu se Ramazani është muaji i Kur'anit dhe Allahu më së tepërmi që e ka lavdëruar këtë muaj është ajeti kuranor kur ai ka thënë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është ai në të cilin zbriti Kur'ani. Allahu çdo natë liron njerëz nga zjarri, me një fjalë është një ofertë shumë e madhe, shumë bujare për amnesti. Ne e dim se njeriu kur pendohet, edhe jashtë Ramazanit, Allahu e liron nga zjarri me pendim. Mirë, po është kjo një diçka pak më tepër, pak më lehtë për t'u liruar, apo ndoshta do duhet të përjetohet që mëkatarët Zoti do t'i falë, edhe pa u penduar, vetëm nëse fillojnë që të marrin iniciativa të mira dhe të hajër. Do të kisha bërë një përngjasim me atë që ekziston me ligj në vendet e ndryshme, edhe në vendin tonë. Këtu ndodh në atë që po e quajnë tash në pra këtë festave të fund vitit të ngjashme ose për vitin e ri, presidenti i shtetit ka të drejtë që t'i amnestojë disa të burgosur. Është pra një ofanziv që merret për falje, për momente falje, por për njerëzit që pak a shumë në burg kanë treguar jo rrezikshmëri, pra një përmirësim, mase vetëm edhe burgjet quhen qendra korrektimi. Allahu i plotfuqishëm këtë e bën 30 herë, 29 herë, pra aq sa është Ramazani i gjatë. Ka njerëz pra që hovin e ndryshimit e kanë të tillë në Ramazan, për kushtimin e kanë të tillë, sa që Allahu po t'ja konsideronte me kalkulatorin ton se sa sevape mori ky njeri për 10 ditë agjërim, 10 taravih që i ka falë, 10 xhuza të Kur'anit që i ka bërë, dhe tjera vepra të mira, do t'i mjaftonte që të shpërblehi pak dhe të shlyeshim pak gjunahe, mirë po i të Ramazani është i pamjaftueshëm për shlyerjen e gjunaheve të tij. Vjen kjo mundësi. O ti që bën vepra të mira, shpejto, ec. O ti që bën vepra të liga, është koha të ndalohesh sepse mundesh ta bësh një gjë të tillë, pra. Thjesht çdo ditë thret kështu meleku. Dhe Allahu derisa e dërgon, pra ka mundësi që këtij njeri thotë, unë nuk po punoj me këtë kalkulator, por do ta pranoj dhe do ta liroj pra prej zjarrit të xhehenemit, pra thjesht do ta konsideroj pjesë të njerëzve të xhennetit, që në fakt nuk do ta meritonte vetëm me veprën e tij, por kjo është mirësia e madhe tjetër e Ramazanit që Allahu e ofron. Miq të nderuar, këtu po e përmbyllim emisionin e sotëm Kolazh Javor, me shpresë se ju mbetet të kënaqur me tërë atë që ju sollëm sot. Ne ju dëshirojmë ditë të bukura gjatë muajit të madhërisëm të Ramazanit dhe agjërim të lehtë dhe të pranuar tek Allahu. Ndërkaq këtë emision mund ta shikoni edhe nesër dhe pas nesër në reprizë.